një libër që ju e keni lexuar më shumë se një herë. Ka shumë libra që kam lexuar. Okay. Librat e Kadaresi jam kthyer të gjithëve me 2 apo 3 herë dhe apo them për shembull Kronik në gur është një libër manitës, cilët i kthehem. Librave të Buxatit i kthehem her pas here. Kolombreja ose Shkretira Tartarëve është një libër që më ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme. Komedianët i gra ngrimit hyn tek librat që më ka impresionuar. Unë mund të them I morëm edhe sugjerimet e librave. Kujtimet e një gjahtarit të Turgenjevit ka qenë nga librat e fillimeve të mia. Po nëse do të them 2 libra që s'do guxoja t'i kthehesha më, sepse më duket sikur do t'ja prish magjin, janë Të mjerët e Viktor Hugoit dhe Lufta dhe Paqja e Tolstoit. Kanë qenë 2 librat që kur i kam lexuar, më është dukur sikur kam mbetur pa frym gati një gjysmë ditë tërë nga emocionet. Dhe doni që të ngeleni në atë përshtypje. Jo, nuk dua të prek se kam frikë sepse po ti kthehem, nuk do ta kem magjin, sepse ato janë vendosur në kontekstin e një 16 vjeçari që i ka lexuar, sot me eksperiencën dhe me gjërat ti mund të kesh të njëjtën përqasje. Ja vërtet. Libri që i keni dhuruar më shpesh të tjerëve. Shiko, zakonisht varet se çfarë. Un kam dhënë sugjerime më shumë sa durime librash. Unë nuk mendoj që libri dhurohet, mendoj që njeriu librin duhet ta blej vetë pasi të ketë një lidhje me të dhe një raport. Zakonisht u kam sugjeruar poezitë, edhe një nga librat që i kam sugjeruar gjithëve kanë qenë poezitë e Lazgush Poradeci. Dhe di që sot shumë veta mund mos ta njohin, nuk kanë të njëjtin përqasje me poezinë e tij. Është fatkeqësi në fakt mos është fatkeqësi, por nuk ka ç'a ndodh, nuk ke ç'bën sepse kështu është sot raporti me mënyrën se si funksionon shoqëria. Poezitë e tij janë manitse. Kur i kthehesh sot, akoma unë befasohem me muzikalitetin që ka poezia e tij. Mirë. Vazhdojmë tek ku shkruani ju më mirë, tani kalojmë te ju si shkrimtar. Në shtëpi, në zyrë apo në udhtim? Nuk ka të bëjë zakonisht në kohën e pushimeve, kur jam buzdetit dhe që është koha që nuk kam impenjimin e punës që mbas një ore mbi. Po jam po të filloj me Tirana Nonës, po t'ju tregoj këtë si eksperiencë. Kisha mbi 15 vjet që kisha hap një folder që ishte quajtur Tirana dhe fusja pjesë e kam nisur 4 herë librin, vetëm 2-3 paragraf dhe ngelej. Dhe një moment isha duke udhëtuar nga Tiranë, Stamboll, San Francisco, mbrita në San Francisco, mbrita pak me vonesë, dolën të më prisnin sepse do vazhdoja nga San Francisco brenda një ore për të vazhduar për në Honolulu, në Hawaii. Në momentin që hipa në avion, mbasi kisha fjetur nuk e di sa orë në 14 orë e gjysmë nga Stambolli San Francisco, kisha edhe 6 orë e gjysmë nga San Francisco në Honolulu. Hipëm në avion, ishte errur ndërkohë, mbyllën gjithë, filluan të flinin, u fikën dritat. Unë hapa iPadin nga që kisha fjetur shumë në udhëtimin paraardhës dhe fillova të shkruaj Tirana Nonës. Në paqësore keni shkruar. Kur zbrita në Honolulu kisha shkruar 2 kapitujt e parë dhe kur jam kthyer nga Honolulu jam pas 7 ditësh, kisha shkruar 3 kapituj dhe kam vazhduar të shkruaj i çuditshëm. Në plazh në Dubai për vitin e ri me iPadin në prehër, në shtrirë, në avion, në dhomë hoteli, kudo. Dhe brenda 2 muaj e gjysmë libri kishte marrë formën, se pastaj u deshtër i shijej të bëj, kishte marrë formën e plot. Pa, keni ju një zakon të përhershëm, po themi sa herë që shkruani? Ndoshta konsumi një gotë verë. Jo, fare asgjë. Vetëm s'dua të më shqetësoj njeri, kaq. Se ti hyn në një botë që s'dëgjon ç'ndodh mbas shpinës tënde.